Ajo nuk është se u gënyu nga Edi, dhe u afru me Edin dhe një moment u largu nga Edi. Tash se vajzat me dialekta i thash këtu llogaritën vajzat që gënjen lek nga meshkujt edhe ikin. Edhe ai tha nuk e kisha fjalën për atë. Edhe më keq. Po. Edhe i thash pastaj i tha jo nuk e kisha unë aspektin e asaj që ka për këtë kuptim, po tha në veprimin e veprimeve të lehta, se fjala kjo pjesa e bot kuptimi që fillim afrohesh shumë me një mashku, rrin shkurt edhe pastaj një ditë kujtohesh, do të thënë për shkurt kohë prap s'kam interes dhe largohem nga i mashkull. Më shumë për këtë e ka pas. Kështu si tha pastaj. Ama jo për në aspektin që gënjehesh lehtë edhe pastaj ikën. Më del lehtë, në shumë shpjegime. Unë si e kuptoj fjalën me dialekt, do të thënë një vajzë që futet direkte shumë afër me një mashkull për faktin se i beson direkte. I beson direkte. Jo, unë si e kuptoj fjalën me dialekt. Kur ja shpjegova unë çfarë do thot, po, edhe ajo fjalë, po. Ndërsa me dialekt llogaritën vajzat që janë naive që i besojnë direkte meshkujve ose vajzat që thjesht kanë qejf me kështu. Këta dy kategoritë. Po i thash Dolqa nuk është as naive as kështu. Ai jo tha e kisha më shumë në aspektin e veprimeve të lehta. Edhe tha edhe një herë po. Apo në generale? Në generale, për veprimet e lehta. Në generale. Po ai fakti që domethënë ke qenë me Edon prej fillim direkt shumë afër, e pastaj e largu. Për veprimet lehta, këtë që unë veprimet lehta ai, sipas konceptit atij si përshkruan fjalët. Domethënë e ka pas për këtë, fjala veprimet lehta. Gjithsesi unë meshkujt që merren me llafe nuk e dua. Meshkujt që kanë inat fëmrat nuk e dua. Unë ja thash, edhe për pjesën e bias. Të ma thonë sigurisht e këtu, veç që ma thonë në prajnë, këtë mendimin e ti që s'pa intereson kujte. Però va bene. Non c'è problema. Meshkujt që tallen me fëmrat, disa i ka ardhur veç me fëmra. është marë. Meshkujt i ka bërë gjithë kështu. Është marrë tani edhe me meshkujt. Se me Londrën, me Klodin, me këta po. Tani. Po atë që ka thënë ditën e nesërme. Cilën? Ato në video. Për femrat me ndileta? Po. Ajo që e Dolqa. Duket se kishin folë po atë natë me Edin, sa jo shumë afër me Edin, dhe i ka bo disa muhabete me Edin. Okej. Kush isha i të komentoj historinë time me Edin? Po shi, edhe dy njerëz kur janë afër, si të them. Ma këtë qendra, për që duhet komentosh keq, vrat? Qa ke për të komentu keq? A preferon që ta mbyll një gjapë të vazhdoj duke bërë kot? Skuza, nejse. Se pak më intereson. Edhe nuk është se e kanë zjatë, edhin sa atë natë që isha të darka, vetëm më dëgjova që i thanë 2-3 fjallë edhe a i ndaj Edon, se Edon ndaj ati si fjalla 2 njerëz që janë afër, që njifen, që llogarisin vetën e familjar. Edhe për me një pjesë me Bia nuk isha dakord se i thash fakti që ajo ka tatuazhe dhe ka stilin e jetës të saj, ajo nuk është po pretendon që është shqiptare. Ajo e thot që është ukrainase, edhe thot ajo se kush është. Është rumune, nuk është ukrainase. Aba, diçka që më duket mirë se është gabim se është gabim. Jo, ai flet më shumë për fenomeni se sa për vetë njeriu ose vetë për femrën, e kupton? Fenomeni është fëmra në këtë rast. Që jam unë, që është Bia, që është dikush tjetër, me fëmra e ka. Edhe me Bia ajo s'ka pas në rend kur shët merret, vetëm që ndodhi ajo pjesa e tavolinës. Allora, perché devi commentare tipin e dikujt, që duhet ja komentosh? Ja thash edhe për pjesën e asaj. Ka komentuar në fillim. Po, si pjesën, unë ja thash, Bia nuk pretendon që është shqiptare, që të flasë është fjela që të madhe, që asë nuk është intreguar. Madje Bia i thash, është vesh tradicional, ka knu tradicional, ka sy tradicional, lexon shqip, flet shqip, kur të bisedosh i thash me atë muhabetet lehta, dhe me thënë kuptimin qeta edhe ta ma muhabet, ajo i flet gati shumicën 70-80% shqip. Asaj përket stili tjetër, stili jetës, ajo njifet për atë gjë dhe ajo të paktën e pranon që është ajo gjë.
Jo si shumë vajzat të cilat janë edhe fshehin vetën. Bëj si virgjëresha, ose si thënë gjillin bulum, ose si shenjtore, ose si angjëllore. Këto i kanë këtu. Sa shumë gjetë kjo ngjitja. Ama diçka që e vlerësoj është se atë që e thot, asaj i qëndron dhe ashtu vepron. Jo si disa flasin brapa. Ajo është okej, atë që mendon e thot. Veprën ndryshe. Me kë. E di që kam vërë diçka interesante, kur Ludo ka folë disa gjëra për bijan, për kërcimet edhe për gjërat, kur ka rënë dakord maestro, labi, toni, e disa tjerë kam thënë, po ju pse bini dakord me këtë këtu, kurse ju vete keni lënë atë që të kërceja ashtu, edhe vete keni kërku që ajo të kërceja ashtu, me juve. Po ajo kërcen si dojo gotë, se s'do pisi labin as ty as mua. Jo, e kupton iden, tani bin dakord me atë me lafe, me Ludon, për punën e kërcimit, ama janë vetë ata që e kanë kërku bijën të kërcej ashtu, ose kur ka kërcu bija e para, i ka shku vetë ata, maestro, i ka shku Toni, i ka shku me labin që ka kërcu, nuk i ka pengu, ka bë si kur po i pengon, ka që ndrykshu edhe s'ka i këfare. Me dash mund lëvizë, të ti thonë të bija shtyu pak. Ta shi po t'jemi real, honest. Nese. Unë flokët për i mbaj sot edhe këshu, dhe i laj para darke. Unë isha me rinë t'i rregulloj qikë si që kisha, po s'bën. I ke shumë mirë këshu, me i mbajt pak sot. Shkurë, keq. Vetëm se Marca ka dëshmu tani, atë që e thot, atë e banë edhe qëndron edhe e vepron. Edhe nuk të rhiqen nga fjalla. Bëj si disa që ta rregulloje fjallën. Nuk e rregullon fare fjallën. Këshu e them, këshu e menoj.